Do ta ndaj në dy nivele nëse mundet, në ndjesi personale dhe pastaj çfarë mendoj unë që duhet kishe qenë e mira. Ne jemi në opozit. Dhe besoj kam qenë një nga personat që janë përballë me zonjën Balluku. Me kam pasur në Komisionin Hetimor të Inceneratorëve 4 orë dhe vazhdimisht për çështjet e koncesioneve, të ekonomisë me radhë. Dhe në nivel personal, për çdo zyrtar duhet ekzistojë standardi i dorëheqjes, morali i dorëheqjes. Nëse do e kishte dhënë dorëheqjen, besoj që do kishte qenë me kokën më lart se sa sot. Standardi i dorëheqjes. Jo të dëgjoj opozitën, jo të dëgjoj presionin e banaqeve, jo të dëgjoj presionin e mediave, po si një standard që politikës shqiptare i duhet. Në qoftë se një zëvendës kryeministre është e pandehur për një aferë korruptive, është mjaft. Nuk duhet ta normalizojmë neve korrupsionin. Një ish zëvendës kryeministre ke me arrest ndërkombëtar, kërkim ndërkombëtar. Një kryetar bashkie ke sot përpara drejtësisë ke në burg. Ç'a pritet më? Çfarë duhet presim më? Standardi i dorëheqjes duhet patjetër të jetë një standard i politikës shqiptare. Për të thënë që unë jap dorëheqjen sepse me pozicionin që kam, që është i dyti më i rëndësishmi në këtë vend, mund të influencoj në nivelin profesional. Zonja Balluku menaxhon më shumë se gjysmën e buxhetit shtetit. Ajo dhe drejtorët e saj që janë hetim duke nisë nga rrugët duke vazhduar ke energjia, janë njerëzit me pushtet më të madh në këtë vend, më të madh edhe se kryeministri. Janë njerëzit të cilët kanë ndarë tendera, kanë ndarë koncesione pa pas frikë për ligjin. Janë njerëz të cilët kanë heq nga gara kompani me një të rënd lapsit se nuk i pëlqente. Dhe ne duhet të kemi frikë nga ligji, dhe kur them ne, them e gjithë politika. Në momentin që politika ka frikë nga ligji, atëherë unë besoj që kemi arrit një standard tjetër zhvillimi në Shqipëri. Me mesazhet që unë pash, me dosjen që unë lexova, nuk dukej që kishin frikë nga ligji.